Përshëndetje. Mirë se erdhët në kanalin Rritu Financiarisht. Këtu flasim për mënyra të thjeshta dhe reale se si të kuptojmë më mirë paratë, si t'i menaxhojmë pa stres dhe si të ndërtojmë hap pas hapi një jetë më të qetë financiarisht. Poshtë në përshkrim do gjeni një link ku mund të shihni si investoj vetë në mënyrë të sigurt dhe afatgjallë. Por dua t'ju kujtoj si gjithmonë, mos merrni vendime për investime vetëm nga ajo që dëgjoni në internet. Flisni gjithmonë me një ekspert financiar, sepse çdo situatë është ndryshe dhe përgjegjësia është gjithmonë personale. Sot do flasim për një temë që është thelbësore për të gjithë, pse duhet të kesh disa burime të ardhurash dhe si mund t'i ndërtosh ato hap pas hapi, edhe nëse sot ke vetëm një punë. Në Shqipëri, Kosovë apo kudo ku jetojnë shqiptarët, shumica e njerëzve varen nga një pagë e vetme. Punojnë fort, ndonjëherë edhe shumë orë, por në fund të muajit gjithçka shkon për shpenzime dhe nuk mbetet asgjë për kursime apo investime. Dhe problemi nuk është se nuk punojnë. Problemi është se kanë vetëm një burim. Në momentin që ai burim ndalet, puna humbet, ekonomia bie, shëndeti s'është mirë, gjithë sistemi bie me të. Por kur ke disa burime të ardhurash, njëra ndalon, por tjetra të mban. Kjo është liria e vërtet financiare. Në botën e sotme, një burim nuk mjafton më. Nëse ke vetëm një të ardhur, je gjithmonë në rrezik. Por lajmi i mirë është ky, çdo kush mund të ndërtojë disa burime të ardhurash, nëse mëson si të përdor aftësitë, kohën dhe paratë në mënyrë të zgjuar. Të ndërtosh disa burime nuk do të thotë të kesh 5 punë. Do të thotë të kesh burime të ndryshme që punojnë për ty, disa aktive, disa pasive. Burimet aktive janë ato ku je i përfshirë vetë, puna jote, një aktivitet dytësor, shërbime që ofron. Burimet pasive janë ato që sjellin para edhe kur nuk je aktiv çdo ditë, investime, qera, faqe online, kurse apo ide që punojnë vetë. Kombinimi i këtyre të dyjave është çelësi. Nëse sot ke vetëm një punë, mos mendo se s'mund të ndërtosh më shumë. Në fakt, shumica e njerëzve që kanë disa burime të ardhurash kanë filluar pikërisht nga një. E rëndësishme është të ndalosh së menduari si punëtor dhe të fillosh të mendosh si krijues vlere. Le të shohim disa mënyra të thjeshta që çdo shqiptar mund t'i përdor për të krijuar burime shtesë. E para, puna kryesore dhe puna anësore. Mos u mbështet vetëm te paga e punës. Nëse ke ndonjë aftësi, përdore pas pune. Mund të jesh berber, kuzhinier, dizajner, parukier, mësues, përkthyes ose edhe dikush që di diçka që të tjerët se dinë. Nëse ke aftësi për të ndihmuar të tjerët, mund të fitosh edhe jashtë orarit të punës. Ka njerëz që japin kurse të vogla online, që bëjnë dizajne për biznese lokale apo që ndihmojnë dikë me rrjete sociale. Të gjitha këto janë të ardhura shtesë që me kalimin e kohës mund të bëhen burim i qëndrueshëm. E dyta, investimet afatgjata. Nëse çdo muaj ndan një pjesë të vogël nga paga për fonde investimi, ajo është një rrjedhë që me kohën do të të japë fryt. Edhe pse në fillim duket e vogël, një ditë do bëhet burim që sjell të ardhura çdo vit. Mos mendo për fitim të shpejtë. Mendo për stabilitet. Investimi është burimi që punon për ty kur ti je duke pushuar. E treta, të ardhurat online. Në videon e kaluar folëm për mënyrat e fitimit në internet, freelancing, shitje, përmbajtje, mësime, dizajne. Të gjitha këto janë burime që mund të ndërtosh ngadalë, por që sjellin fitime të qëndrueshme me kalimin e kohës. Mund të fillosh me një ide të vogël, të ndërtosh një faqe, të ndihmosh njerëz ose të krijosh përmbajtje që të sjellë vlerë. E katërta, prona dhe qeraja. Nëse ke një dhomë të lirë, një makinë që se përdor, apo një pronë që mund ta japësh me qera, ajo është burimi i dytë i ardhurash. Edhe një pronë e vogël, me kohën, mund të bëhet një mbështetje e madhe. E pesta, një biznes i vogël. Nuk ke pse të mendosh për diçka të madhe.
Mund të jetë një ide shumë e thjeshtë, shitje ushimesh të përgatitura, shërbime për lagjen, produkte të vogla artizanale, apo një faqe që shet gjëra të nevojshme. Nuk ka rëndësi madhësia, rëndësi ka që funksionon dhe sjell të ardhurat të qëndrueshme. E 6. Aftësitë personale. Nëse di të bësh diçka që njerëzit e kërkojnë, ajo është një burim i art. Shumë njerëz nënvlerësojnë veten. Por çdo aftësi ka vlerë nëse përdoret drejt. Nga rregullimi i kompjuterëve, te pastrimi profesional, nga dizajni, te ndihma me përkthime, çdo aftësi mund të kthehet në burim të ardhurash. Por si ti ndërtosh disa burime pa u ngatëruar? Sekreti është ky: fillo me një. Ndërto një burim të vogël, stabilizoje dhe pastaj shto tjetrin. Mos u përpiq të bësh gjithçka një herësh. Në fillim do të duket e vështirë, por kur të krijosh të parin, i dyti vjen më lehtë. Sepse tashmë ke mendësinë e duhur. Shumë njerëz që sot kanë disa burime të ardhurash kanë filluar me zero. Njëri ka pasur një ide për një faqe online, një tjetër ka bërë video të vogla, një tjetër ka nisur të kursejë çdo muaj pak për të investuar. Asnjëri s'ka filluar perfekt. Por të gjithë kanë filluar. Të kesh disa burime nuk do të thotë të jetosh përpara. Do të thotë të jetosh pa frikë nga mungesa e tyre. Të jesh i qetë që edhe nëse njëra bie, tjetra të mban. Ky është kuptimi i stabilitetit financiar. Nëse sot punon vetëm për pagën, mos e shiko si problem, shikoje si pikënisje. Sepse çdo pagë mund të jetë baza për të ndërtuar diçka më shumë. Nëse nga ajo pagë ndan një pjesë për investim ose për ndonjë aktivitet të vogël, pas disa viteve do kuptosh që ke ndërtuar një sistem të vogël që punon për ty. Por ki kujdes, mos e ngatëron ndërtimin e disa burimeve me shpërqendrim. Qëllimi nuk është të bësh gjithçka një herësh, por të ndërtosh hap pas hapi. Për shembull, në fillim përqendrohu te kursimi dhe një punë anësore. Kur ato stabilizohen, shto një investim. Kur të vijë koha, ndërto një burim pasiv. Kështu, pas disa vitesh, ke 3 ose 4 burime të qëndrueshme. Dhe çdo muaj, ndihesh më i qetë. Mos haro, krijimi i disa burimeve nuk ka të bëjë me lakmin, por me sigurinë. Sepse jeta është e paparashikueshme. Sot çdo gjë mund të jetë në rregull, por askush se di çfarë sjell e nesërmja. Nëse ke disa rrugë nga ku vijnë të ardhurat, nuk të frikson asnjë krizë. Në fund, dua të kujtoj këtë, nuk ka rëndësi sa fiton. Rëndësi ka sa burime ke që punojnë për ty edhe nëse secili sjell pak, bashkë krijojnë stabilitetin që çdo njeri ka nevojë. Mos prit momentin perfekt. Fillo sot me atë që ke. Edhe një hap i vogël sot është më shumë se asgjë. Mund të mos shohësh rezultat menjëherë, por me kohën do kuptosh që çdo burim që ke ndërtuar është si një mur që të mbron nga pasiguria. Nëse kjo video të ndihmoi të kuptosh pse është e rëndësishme të ndërtosh disa burime të ardhurash, abonohu në kanalin Rritu Financiarisht që të mos humbasësh videot e ardhshme mbi kursimin, investimin dhe ndërtimin e një jete më të qetë financiare. Dhe nëse një dik që jeton gjithmonë nën stres për pagën, shpërndaje këtë video. Sepse ndoshta ajo është pikërisht ajo që ka nevojë të dëgjojë sot.